Këfarë bejoni, Albini, nuk po sillet mirë. Nuk po i man as rinin, as vjeqet pun, as po jap korgjo. Po ku marrë unë jënë tesh, po unë e kom këtë djallin, i kom 30 jashtë, i qëjnë pare më ju muj, se lonë me i kesh, po në risha parja jëte, në risha e dhote e më të ta që t'i koshe. Po qëpar? Kur se a dho, asë që kom dhonë hashimit, po. Me u shu habitën tonë e adhanë se kë, haj me detë. As ka po cilë puna, as për një më kërkujna heqë. Që ata punëtër që janë katastrofë me një rëkë, sanë për më në bojnë. Hashimit e kom pasë, veç, ata pusonat me të në burë. Apo dhime? Gjithë, për natë i ngaj këto, i lëshoj aty, kur i gjikojnë e fullin për ta gjithë. E kulnive që i kanë marrë në hagë mas marrë? Valla, jo mërzit, basë. Jo mërzit e kum kajtë, haj me tekë. Për kanë? Për qëta që i morën në hogë, ashim e vesele qëta kretë. Mu kanë dhimë që ty be, jënë silë bëllë mira, di që kanë vokta ma supte. Dere në bare u kanë quë asfaltin. Kujna? Kretë në përkatun e puflet. Janë më nuë bëllë, janë më nuë, për nuk di që e bënë në shtini dikosh i morën borgë, se ta janë isën me jetë mirë me përparu. Me pas po hashimin, qaj kishe thonë, Ajsa? Shë thonë për datë këftë jetën që nise me përparu Kosovë në me dashtë për Kosovë, ka për datë këftë, halat këftë, pa i së më zatit kur. E që ti Albini, qaj kishe thonë? Kisha thonë meri qoklat e një magare shkon malë. Haqë, shkon malë bojdru, me një magare. Një shami e bardhë mbi kokë i përshkruan ditët e mira të cilat ajo sot i kalon. I rrudhat e shumta në fytyrën e saj tregojnë se sa shumë sfida, vështirësi e pengesa kishte kaluar gjatë jetës Mirije Zeneli nga fshati Mazhiq i Mitrovicës. E vështirësit kishin filluar prej kur kishte qenë 5 vjeçare, me vdekjen e nënës. E pastaj me punët e rënda e të shumta të shtëpisë. Por, ani pse kishte shumë punë e ishin familje madhe me axhallar, fëmijët e kishin kaluar mes vete gjithmonë mirë. E për shkak të punëve të shumta, Mirja kishte përfunduar vetëm 4 vite shkollë. Valoj atje ku një jetë është i bëllë. Ljopë këna posë, dhenë, ora, boshqe, kretë të ngotën ditën e lume mas tyne. Një të vëlloj bëllë, këna posë gjohë e ljopë e tukë shume, ora, boshqe, haj me detë, tani kur e rrda këtu dhe ma likshtë. Jo, të vëlloj në konë këllavlak, se në konë 4 vlazni, kanë posë mi, ka 3, 4, 5. E në konë këllavlak. Me mi gjallar bashka? Me mi gjallari në konë. Mirë vëlloj me të mi gjallarte, me të mije, me krejta, nëse në konë të vëgëllu shumë mira, se në rej korës, se në shohas korët, sa një korë rritëm janë nisëm punës. Se shumë laba oba, s'ka të ke këtu të shpia kësh me punu. Ja, mërzita valë, se më sa mirë. Kum pas shëqe, kum pas shëke, djelë të mi, se u shkallune, shkune. Mu në mita. Me rugjonë, që të shpia tëken, me livrue, me prashite, me qëta farë. Ani pse ishte shumë e re në mosh, e nuk e dinte ende mirë se çfarë është vdekja, Mirija na tregon se vdekjen e nënës e kishte përjetuar shumë rënd. Ajo tregon se babai i saj nuk ishte martuar kurrë, por se për ata ishin kujdesur hallat dhe gratë e axhallarëve. Dhe nëna ka dik heret, se nxja. Vëllë latëheru më zëtë që pak e disha që është dika veç. Me njëftë kështu me nejtë me tosë. E kom pas hollat, vrote migjës. Dhe u martu loj madhë, tani u loj madhë u martu. Konota tani. Të be. Sikur vështirësi të përfundonin me beqari, por Mirijës ato ju shtuan edhe më shumë kur u martua. Skamja e madhe e detyronte të barte ujë për pije, për pastrim e për gjithçka tjetër nga kruni në shtëpi. Joli hole të më qitë tani ju thanë më se leni shumë se gjina se ko nonën e për hjek. Këtu punë shumë, nashta këtu ma leta, këtu kur erdhe edhe ma keq.
Nuk ishin nuja, s'kishin s'kome, ishin konë fukare. Burë jam i shkonë punë, kanë mytë luft. I shkonë në punë, po kurgjës më i ke me qatë rëkë, me po kurgjë. Punë mare, o konë të ponat e konë surlet e të lijat e krejtë. Po, vëlla të na jenë konë atërë, konë vëshin shumë, dorës me shumë, thajrë shenë. Thaj kur i dha këto jëtik dhe këtus ujë s'kum pas kur, ku mora pe qatje pështë, që ki qatje ujë gjithë. Për qëmë ka shkua, për anë, për më pastruhe. Jo këto i gjitha, këto vjerën, edhe 3 kunet, një kunat e martune, kish pas 3.000. U bom 2 kunat, tani e morëm edhe qita, u bom 3, tani u dom. Po t'yve mërzita se lash një vla që kështu maj vagëlsone që në dishnone, deju rrite, deju martue. Shka jeta edhe këtu për ka zep. Mu mas pari ujë s'kom pas, tani ma isha të gjo ka gjep, mi ju bajt ujë pe i krëni, mi ju dhonë ka qashtu shtirë. Për ne, Miria nda një histori jo shumë të mirë, një histori që e kishte përjetuar keq. Atë raportet me bashkëshortin e saj. Madje, ajo e akuzon edhe se kishte ushtruar dhunë ndaj saj dhe ia kishte bërë të padrejtën. E për këto raste, Miria nuk e kishte njoftuar asnjëherë familjen e saj. Po burri shkoni mirë bërë, po tani hajtë koni shtirë. Se? Vetë i shkoni qështu. Konë trepë që në punë, veç përnojke, nejke, tejke, vërtit ke, se ke punu këto, ose misha me mri, mas gjohë, mas tuke, mas pije, gacu shumë, bukët, me ti tretën, duke me të halu vetën, tash nuk u konë si këtë në herë. Gjithë dhe për ditë më reke, Se? veç kishef, pse po kojnë fëmija, pse se ke bo qitë punë, me vanu bukën kër arë ke punë, pse ke vanu, që ke bo. Po t'i be jo, vëlla, për shka da? Pse ka kojtë fëmija bari, për qa jeti non, po konë t'i be, s'po di qa me i bo. Ja, e di jo ne, jella po i shtiru ko. Mas një vite e nisi, po për tëtë ka pak e hajtë, më riu dhe oli malë, tani apet. Ja nisi po, tani apet, po më reju, po më tëtë, mo tani dej, kom priu pas, 6 dje me 3 qika, 9. Kur se ka ditë? Hiq, as një, as bob, as nuna, as dhja, se që kur. Pa drejt ma boj ke gjithë, të lajko më thonë, ma boj pa drejt, po ma konë thash diqka që të ngaja, zyja, diqka thash, hajde, po. Tonë që su për para ishin konkrete, tash të janë djemë krejt që këta të mitë, që bojnë mas grave ftigjen. Si mësë me goba zë, sa ju dikë që 22 vjetë në luftë. E që shtu shka jetë, ashtë më duke që 200 vjetë i kam. Mirë nuk e duket as pak se të rejat si pasaj nuk po punojnë, nuk janë aq të interesuara as për shtëpi e as për punë. Shikojnë vetëm interesat e tyre, knacin e tyre dhe ndjekin vetëm nejat e kafiterit. Allah, këtë në herë se gratë të sëdi që o njën tek, veç me dalë në kafe, me shkue më huër dreka, me pi kafe, me dalë më henë. Jëtë i betash të jaj, na një s'kanqare, pëse i kanë tash mine burrat veç. Jëtë farë këtë në herë gratë që ka njët me argate me. Me 3 ditje bukën me saat, me se jam vanu heqë. Po dhe atë herë u konë shtirë, veç gratë kanë punu shumë edhe krejt, tëna kanë punu e. Krejt. S'ka ma marë, si thoshtë. Higjem që gje. Oj, ma shfëti, po më je keqë që më dolin që shtohe, po shkojnë ka ma se të lake, po rrinë me gjithë kane, po hup autoriteti, marifeti, krejt. Deshën e fizët të lakë, të aj më zetë. Kritika të shumta ka edhe për vajzat e reja. Miria thot se sot vajzat shkojnë për një kohë me një djalë, pastaj ndahen sikur mos të kenë ndodhur asgjë. E madje, krejt këto i bëjnë pa pasur lidhje bashkëshortore.
Vllai me det ka katastrof. Pse? Se po shkojnë shkollë herët, lasdrohen e tani hajtë shko dolin e tani ksyrin me marrë dika në zinë kom për merës, diqa po bane, shpënërohem katastrof, ashtë mas ta, aja katastrof, ashtë më nëruhe, shtu 100 burra. Jo veç i dalin po, veç dalin qashtu, se ka burra, se ka veç del qashtu, e tani ku do me shku, ku do me rnua ja me familjet e burre. A kar nisa ja, më loj prindi kanë faj, se të në të rrugë, rripin e me bu ushta atyre në kishë gëzët me bu më qashtu. Vallaj që e kam një qikë që tash në klasë 7 është i fulli, thëm qika ja me shko mirë, vesho mirë, silo mirë aty në sem, kur dalsh, më shko udhe, hajt drejt në shpe, më sëri me kanë, më së mëso me pitë hanë, me full keqë, që ishe nej plak, thuj agje, thuj asojnë, gjyshja ja me e lëë që shje, thash ki marifet ndaj tëngve. E duhet thash pak, më silë mirë, se na, kur i na shku në shkollë, nas këna po një plak, ja i plak, i këna thonë aqja, e lëtë, apo më ndrinë, apo më ne, që ka shumë për dëre. E që shtu i thonë kësoj qike si kjo që tu me modhja, këti i thjën vogël krejt. Se të rejt po ikin çdo ditë, kjo është mëse e dukshme. Por Miria thotë se nuk kanë mundësi tjetër, pasi që nuk ka të ardhme këto. Ajo tregon se ka edhe djemet e saj jashtë, por se më shumë i dhimbset ai që është këto. Rinia nuk ka qore pa dosh. Pa pun marun, shë zëtën e qëto një djale kam pa pun, i ka 4 fëmijë grun, s'punon kërkon, sot me pas, me abon në i vise qesë. Më dhime në balë, po apet ma shumë për më dhime që po jetë.